vepra studimore me titull Shqyrtime gjuhësore e profesor Gashit përmbledh punime gjuhësore të përzgjedhura e të shkruara brenda viteve 2012-2023, një pjesë e cilave janë botuar në periodikun shkencor e në botime tjera në vend dhe jashtë tij. Nëse ndalemi te libri im I fundit që është botimi I Institutit Albanologjik I Prishtinës pra me titull Shqyrtime gjuhësore, vetë titulli po na bën të kuptojmë që është një përmbledhje punimesh. Konkretisht është fjala për disa punime të cilat I kam shkruar apo I kam hartuar përgjatë harkut kohor nga viti 2012 deri në këtë vit. Nëse e shohim përbërjen, strukturën e librit, aty zën vend tema të ndryshme, pra janë trajtuar tema të ndryshme, duke filluar nga aspekti I përdorimit gjuhës në medje, pastaj ekzistojnë disa tema të karakterit historik, fjala vjen Komisia Letrare e Shkodrës, Kongresi I Drejtë Shkrimit. Pastaj kam trajtuar kontributin e disa personaliteteve të shuara të kombit tonë në rrafshin e gjuhës dhe përtej gjuhës. Fjala është për Thimi Mitkun, Gjergj Fishten dhe personalitete profesor Isa Bajcincën, mos ta harrojmë, një ndër emrat më të respektuar gjuhësisë shqiptare e kështu me radhë. Pjesa e tretë e librit trajton aspektet fjalëformimit në gjuhësinë shqiptare në rrafshin e shqipës standard dhe mirë po nganjëherë edhe nga prizmi I dialekteve, pra fjalëformimi në sferën dialektore shqipes, dhe pjesa e katërt e librit apo kreu I katërt e librit ndërtohet nga disa recensione apo disa vlerësime që I kanë bërë për botimet e fundit nga sfera e gjuhësisë.